çka mundet me prodhu 7 qershori, që s'ka prodhu 9 shkurti, që s'ka prodhu 28 dhjetori? Unë mendoj që puna e lëvizjes vetëvendose në 5 vitet e fundit dhe rikonfirmimi i rezultatit, pra shkurt 2021 dhe dhjetor 2025, me 50.2 dhe 51.1, nëse kështu në përqindje mund duket dalimi vogël, po dalimi është 430.000 me 490.000 afër vota, rritje shumë e madhe e votës, një lloj rikonfirmimi jashtëzakonshëm. Për ne është dëshmi e qartë që punët, reformat, kujdesin dhe qytetarit, investimet tona janë vlerësuar nga qytetari. Dhe ne jemi këtu për të vazhdu punët e mira që i kemi nisur edhe më tutje, dhe në këtë drejtim nuk mund të ndodhë ndryshim, sepse para 4 muajsh e pak ishim në zgjedhje. Unë besoj, sepse tashmë kemi pas edhe takime, edhe vizita në Margat, edhe diskutime, por besoj që ka dhe matje tash, konkrete, që të regojnë që nuk janë matje të porositura nga lëvizje vetëvendose, mirë po ka matje që janë bërë Çka tregojnë ato? Tregojnë rritje të lëvizjes vetëvendose. Rritje prej 51%. Rritje nga rezultati i 28 dhjetorit. Kjo na bën shumë optimist, sepse kjo është edhe energjia që ne po e shohim jashtë. Pra, sipas sondazheve, vetëvendosja ka e tejkalon me 7 qershor rezultatin e 28 dhjetorit. Ne tashmë jemi në një pozitë shumë të mirë, edhe besoj që me ditët në vijim, edhe me aktivitetin tonë në fushat, do të konsolidohet edhe në tutje. Për ne është shumë e rëndësi që këto zgjedhje të janë të fundit në ciklin e ardhshëm 4 vjeçar të qeverisjes. Ky vend nuk mundet më jo vetëm financiarisht, por edhe në kuptime të tjera me përballu edhe një cikël të zgjedhjeve. Është shumë e rëndësi që dhe sipas besimit ton të rikonfirmohet rezultati i 28 dhjetorit, bile të shkojmë edhe më lart, sepse kështu janë indikacionet, dhe pastaj të kemi 4 vite qeverisje, sepse po janë bërë shumë punë të mira, por kemi edhe shumë sfida dhe du të vazhdojmë të punojmë për vendin dhe për qytetarët.